Mirë, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjem të mbetemi po së bashku në vazhdën e konfliktit i cili është duke zhvilluar në lindjen e mesme ndërmjet Izraelit dhe Iranit, një konflikt i cili tashmë ka nisur prej 3 javësh dhe të gjitha sulmet janë intensifikuar, por askush nuk e mendonte që do të ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato të cilat vetëm një ditë më parë do të bombardonin me avionët B-2, gjenerata e fundit e mjeteve ushtarake, 3 prej bazave në Iran, bazat të cilat pretendoheshin se përdoreshin për ndërtimin e bombave bërthamore dhe atyre atomike. Por çfarë është duke ndodhur aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me njëherë pas të gjitha këtyre zhvillimeve të cilat kanë pasuar konfliktin Izrael-Iran? Si është pritur ky sulmi befasishëm amerikan ndaj Iranit? Si është duke u kryer analiza në mediat amerikane se takon situatës dhe pse pikërisht Amerika u tregua e pabesë ndaj Iranit në një moment kur presidenti amerikan Donald Trump la kohë 2 javë për bisedime në tryezë për një zgjidhje të mundshme të këtij konflikti dhe menjëherë pas 72 orësh dha urdhrin për bombardimin e 3 bazave iraniane. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me avokatin Altin Nonaj, drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Avokat, të përshëndes, faleminderit që sot në Fox News, si gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit për ftesën, zoti Rakipi, përshëndes. Avokat, si e keni parë ju të paktën situatën në lindjen e mesme, përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe a e mendonit që SBA do të kryejë një sulm kaq të shpejtë dhe kaq të befasishëm? Pse pikërisht në një moment kur u la 2 javë kohë për bisedime dhe pas 2 ditësh erdhi bombardimi, pse një urdhër i tillë? A është strategjia apo është humbje durimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundrejt këtij konflikti dhe më konkretisht Iranit? Në këmbërsimin tim, zoti Rakip, kur ka filluar sulmi i Izraelit, më duket shumë e vështirë se Izraeli të fillojë një luftë kundër një populli që është 92 milion dhe është pothuajse superfuqia më e madhe në mesjet në Middle East, pa pas një plan B ose një mbështetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na e dim si Izraelit ose komuniteti gjuhësh në Amerikë është edhe shumë i futur në administratën e Trumpit, por çdo administratë, do të thonë, ka një senator, ka njerëz shumë të rëndësishëm këtu dhe mua nga fillimi, do të thonë, unë kam menduar si në një farë mënyrë të ka pasur një farë mbështetje nga Amerika. Nuk e mendoj se Izraeli do të kishte filluar diçka të tillë pa mbështetjen e Amerikës. Nga ana tjetër, siç e përmendë ju, ishin 60 ditë kishin negociatat, Trumpi pa thënë një deadline mas 60 ditëve. Faktikisht sulmi i Izraelit filloi në ditën e 61. Nuk e ka pritur kush, sidomos sepse Trumpi si president u zgjoll nga amerikanët si ai president si do t'i pushojë luftat. Ai ka shkuar për gjithë Amerikë duke thënë unë do ta pushoj luftën në Ukrainë, unë do të pushoj luftën në Gaza, unë jam ai president si nëse ishte kanë në fuqi, nuk do të kishte filluar lufta fare. Dhe nëse e shohim nga kjo pikpamje, është një çudi e madhe si presidenti Trump vendosi të ndërhynte. Nga ana tjetër, Amerika dhe Irani kanë një histori të gjerë, po them kështu, luftësh që është bërë revolucioni islamik në vitet 60-70, dhe gjithmonë Irani ka në shënjestër në Amerikës. Pra kjo mundësi për mënyrën tim nuk ka qenë e tevalim para disa muajve. Tash si Izraeli sulmoi, i shkatroi edhe mbrojtjen po thojmë raketave kundërajrore si mund të ketë pas Irani dhe kjo ta mundësi Shtetet e Bashkuara ta shfrytëzonin këtë rast për të sulmuar ato 3 bazat si mendohet si janë ato bazat ku është pasuruar urani për të zhvilluar një bombë atomike. E thatë pak më parë e përmendët që Trump erdhi në pushtet me sloganin që Amerika do të ishte e para dhe me premtimin se do të jepte fund të gjitha fronteve të luftës të cilat janë duke zhvilluar aktualisht në botë.
dashur pa dashur, a mund ta themi që ka nisur një tjetër konflikt dhe mbase mund të jetë iniciatori kryesor i një përshkallëzimi të këtij konflikti avokat? Ashtu e çuditshme sjellja e tij, America First ishte programi i një partie republikane, një presidentit siç ka thonë edhe Trump vetë në kampanjë, Iraku është kanë gabim, Libia është kanë gabim, Afganistani ka qenë gabim, ai në përfushat ka thonë big fat mistake, gabim shumë i madh. Dhe në fakt dhe sot për sot brenda Partisë Republikane ka shumë njerëz, sidomos kjo pjesa e tyre se quajnë vetin neocon, new conservatives domethënë, si nuk janë në favor të saj luftë. Unë mendoj si presidenti Trump po mundohet si mas të fusin ushtar me këmbë në Iran, dhe veçanërisht në qoftë se do të ndodhi në kundërta, kjo do ishte edhe një autogol nga ana politike, sepse do ishte në kundërshtim me gjithçka që ai ka thonë qysh i ka hyrë politikës para më shumë se 8 vitesh. Pra, një surprizë është kjo hyrja e Amerikës, po nga ana tjetër po them se sot për sot të kenë se konsulmuar vetëm 3 baza domethënë nukleare, dhe në qoftë se nuk vajnë boots on the ground, domethënë nëse se nuk him për ta pushtuar krejtësisht Iranin, bela mund të ketë një farë argumenti se kjo ishte thjesht në lidhje me domethënë me ushtruar një farë presionit kundër Iranit në lidhje me bombën atomike, dhe nuk kishte qëllimin të ndryshonte sistemin në Iran. Do shohim çfarë do ndodhi me reagimin e Iranit. Irani me ça duket po mundohet të gjejnë pak mbështetje nga disa vende si Rusia dhe Kina, por këto vende për momentin nuk i kanë dhënë mbështetjen e duhur Iranit për këtë punë të përgjigjur. Në qoftë se do të fitosh një luftë, thuhet, avokat përdor të gjitha mjetet e mundshme propagandistike. Në këto momente Irani ka deklaruar që asgjë nuk është prekur nga të paktën ato 3 baza të cilat kanë shpërthyer. Ka përgënjeshtruar lajmin e ndërtimit, krijimit të bombave atomike bërthamore, ashtu siç pretendon Izraeli apo qoftë edhe SHBA-t. Nga ana tjetër, nuk i ka stopuar të paktën sulmet kundrejt Izraelit, madje edhe me njëherë pas sulmit amerikan, të dy vendet kanë shkëmbyer raketa ndërmjet njëri tjetrit. Madje në një deklaratë të fundit ka përmendur edhe celulat e fjetura. Po diskutim strategjie avokat që po ndiqet në këtë luftë, apo është thjesht koha për një hakmarrje të mundshme të Iranit kundrejt asaj se çfarë ka ndodhur? Nuk dua ta çoj në përmend dhe as nuk dua ta mendoj, por në një luftë gjithçka mund të pritet, dhe në këto momente që situata është e tensionuar, patjetër që Irani ka theksuar ne do të kemi hakmarrje të ashpër. Ka përmendur celulat e fjetura dhe duke ju drejtuar drejt për drejt Trumpit që ai e di shumë mirë se ku janë celulat e fjetura në SHBA. Po diskutim kur jeni në një luftë, çdo shtet do përdorin gjitha asetet si ka. Nga fillimi besoj se Islami ka përdorur fenë islame në një farë mënyrë, ashtu ka fuqizuar edhe proxyt e vet, i shtyu vëllon edhe zemër Hamasit në Gaza, ose Hezbollah në Libanon, ose Houthi në Yemen, edhe ata e kanë përdorur, ata nuk mund të duken në emër të gjithë rajonit, sidomos të tyre vendeve si kanë mbështetur dhe vazhdojnë të mbështetin Iranin, si nuk janë shumëta, por janë disa vende si këto që përmenda, nuk mund të duken si po shkatrohen ose po mbujten nga Izraeli edhe nga Amerika. Pra, pa diskutim si propaganda do jetë fort, nga ana tjetër ne nuk e dim se sa dame ka bë Amerika në të 3 centraleve nukleare, sepse as edhe një organizat ndërkombëtare, sidomos ajo e Kombeve të Bashkuara, IAEA, si është organizata si mbetet për domethënë për mbikëqyrjen e
e plataforma nukleare nuk janë lejuar për momentin të shkojnë të vizitojnë vendin e ngjarjes. Pra do të vanohet shumë kohë para se ta dimë të vërtetën, edhe Amerika vetë nuk e din sot për sot se çfarë damësh ka bë. Mirë, po Trump Irani doli sigur në deklaratën e tij për media duke theksuar që tashmë jemi të qetë, kemi shkatruar të gjithë arsenalin bërthamor të Iranit. Propaganda është e dy anshme. Propaganda është e dy anshme. Presidenti amerikan nuk mund të thojë nuk kam çuar 3 nga armatimet më të sofistikuar që nuk janë përdorur ndonjëherë në Amerikë dhe të shkojnë në Iran dhe mos të jenë të suksesshëm, sepse do ishte një autogol nga ana e perceptimit publik në Amerikë. Prandaj nisa me propagandën, se propaganda është e gjithanshme në këto momente. Po, pa diskutim. Dhe ashtu se ne shohim mediat në Bashkimin Evropian dhe mediat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këndvështrimi i tyre është shumë ndryshe nga këndvështrimi i medjave si mund të jetë thjesht Al Jazeera ose Al Arabia ose në mediat e tjera në Iran ose në vendet rreth Iranit. Propaganda ekziston në dy anët dhe të dy palët po mundohen të duken si po fitojnë luftën. Sigurisht Irani është në një moment shumë të vështirë, sepse për mendimin tim fakti si Rusia është në një luftë, edhe Rusia ka qenë një ndër si më shumë nga ana sidomos ushtarake ka mbështetur Iranin. Në këtë moment Rusia është në gjunjë për veten, po mbijeton në konfliktin me Ukrainën, ku ka shkuar, domethënë Rusia ka shkuar në një moment si ka përdorur edhe ushtar të Koreas së Veriut, pra ka humbur mbështetja e Rusisë. Edhe si thash pare, nuk duket se Kina përveç interesit ekonomik si ka nga Irani, sepse Kina është ajo si ble më shumë petrol nga Irani. Kina nuk duket se do të çojë ushtarë të vet ose do të napi raketat e vet ose teknologjinë e vet për të ndihmuar Iranin. Irani është zgjidhur në një moment shumë i izoluar, edhe për mendimin tim kjo ka çuar presidentin Trump ta bëjnë këtë akt, sepse ka thonë kjo mund të jetë hera pare se fundit si mund të xhem Iranin kështë të izoluar. Hezbollah është ngjënjosur nga Izraeli, Hamasi është ngjënjosur, Houthi bani një farë marrëveshje me Amerikën dhe tha nuk do të sulmojmë armët amerikane. Pra Irani u gjet po thojmë kështu krejtësisht i izoluar, pastaj Izraeli po thojmë kështu e sulmoi në një mënyrë si Irani nuk e priti, i shkatroi një pjesë të madhe të teknologjisë kundërajrore, edhe Amerikë si dha një avantazh, domethënë të shkote me këtë tip armatimi sipër bazës nukleare, që nuk e ka pasur në këto 30 vitet e fundit. Më intereson të di në këto momente, avokat, mënyrën se si po përcillet i gjithë ky konflikt për popullin amerikan. A janë duke interpretuar në të njëjtën mënyrë mediat amerikane atë se çfarë është duke ndodhur me konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Iranit, apo qoftë edhe me të gjitha zhvillimet të cilat vijnë me njëherë pas sulmit amerikan mbi 3 bazat iraniane? Si bëhet analiza? A ka ndryshime theksuara ose të paktën kush është më i vërteti aktualisht në Amerikë? Po diskutim një pjesë amerikane është i frygosur si mund të ketë edhe akte terroristike nga celulat po them kështu të mshehura në Amerikë dhe është një frikë si diçka e tillë mund të ndodhin kundër amerikanëve, jo vetëm ushtarëve amerikanë, por edhe kundër civilëve. Dhe ekziston kjo frikë. Si thash pare, opinioni publik është i ndarë po them kështu në fushën e demokratëve në përgjithësi janë kundër kësaj sulm, apo edhe në fushën e konservatorëve një pjesë e madhe e tyre thonë America First, ka thonë se ti nuk do ta futesh në një luftë të tillë, tash ti na xhem veten në një luftë. Por nga ana tjetër kemi edhe shumë njerëz që thonë Khamenei dhe gjithë revolucioni islamik është një revolucion si është diktatorial, është një republikë diktatoriale dhe një republikë si ka financuar terrorizëm në rajon, edhe ka janë disa njerëz janë të gëzuar si ky sulm ka ndodhur sepse mendojnë se mund të ndryshojnë regjimin në Iran. Pra, në këtë moment, duken se njerëzit këtu akoma nuk e kanë parë reagimin e Iranit, janë pa diskutim të shqetësuar, pa diskutim të
po thojmë kështu të frigosur, por nga ana tjetër amerikanët është edhe një popull që janë të mësuar me luftë. Nëse na marrim 100 vitet e fundit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, rrallë duhet gjenë një moment se Amerika nuk ka qenë në një farë konfliktit në përbot. Pra këtu është një shoqëri shumë e nxallnuar, si vazhdon të punojnë në mënyrë normale, nuk ka se njerëzit kanë ndryshuar sjelljen e tyre, por nga ana tjetër janë të dishëm se këtu mund të ndodhi diçka, si mund të ndryshojë edhe historinë e Amerikës, sepse po flasim për një superfuqi në mesjet, si ajo e Iranit. A ka dalë situata jashtë kontrollit? Avokat gjithmonë flas për presidencën e Donald Trumpit. E bëj këtë pyetje për të vetmin fakt, ne kemi ndjekur patjetër fushatën presidenciale të presidentit Trump, si asnjëherë tjetër më parë, me transmetime maratone dhe gjatë ditës së zgjedhjeve. Dhe në një farë mënyrë arritëm të kuptojmë që populli amerikan i besoi sërish Trumpit, sepse e pa Trumpin si personin i cili do të shuante të gjitha konfliktet dhe do të rikthente sërish vendin, Amerikën, apo qoftë edhe pjesën tjetër të botës në vende edhe më të mira. Është mbajtur një mbledhje urgjente e Këshillit të Sigurimit ditën e diel, ndërsa autoritetet kanë aktivizuar protokollet për raste të tilla kundër terrorizmit në sistemin e metros dhe në Port Authority. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara është mbledhur në një seancë urgjente për të diskutuar sulmet ushtarake të SBA-ve ndaj objekteve bërthamore Fordo, Natanz dhe Isfahan. Kjo mbledhje pritet së vërtetës u kërkua nga vetë ambasadori i Iranit në OKB, i cili ka cilësuar sulmet si akte të rënda agresioni dhe shkelje të kartës së OKB-s, ndërkaq ka paralajmëruar për një përgjigje proporcionale dhe akuzoi SBA-n për shkatrimin e diplomacisë. Nga ana tjetër, edhe Europa ndodhet e shqetësuar përballë të gjitha zhvillimeve në lindjen e mesme, secili prej tyre ka kërkuar fuqizimin e ushtrive dhe të mbrojtjes dhe gjithçka tjetër. Në një moment që duket sikur e gjithë bota është kundër asaj lëvizjes Trumpit, pse Trump vazhdon t'i mëshoj faktit që në qoftë se ju do të na kundërsulmoni, atëherë edhe përgjigjja jon do të jetë edhe më fatale? Tashti, ju vini përmendur disa gjëra. Dhe fillojmë nga Europa. Europa është palë me Amerikën për këtë, nëse na shohim deklaratët e Britanisë së Madhe, deklaratët e Francës, është një vend me fuqi bërthamore. Janë gjithë vendet si janë në këtë moment në Mbështetjen e Amerikës, edhe hapës si ka thënë si Irani nuk duhet si të ndërtojnë energjinë nukleare në lidhje me armatimin. Pra, Europa nga kjo pikpamje është pak hipokrite në të shumë, sepse Europa po e mbështet përmendimin tim se dhe bashkuar në këtë sulm. Përsa përket Kombeve të Bashkuara, unë fatkeqësisht jam shumë kritik, sepse sistemi i Kombeve të Bashkuara si është sot, me vetën si kanë disa nga vendet themeluese, e bën si Këshilli i Sigurimit, kur një nga këto vendet që janë themeluese të Këshillit të Sigurimit mund të bllokojnë çdo tip akt diplomatik ose çdo tip veprimtari si rrill nga Kombet e Bashkuara. Dhe në fakt, unë mendoj se ligjërisht sulmi i Izraelit së pari nuk është në përputhje me drejtën ndërkombëtare, është hapësi kundër, hapësi ka kanë edhe kundër ligjit ndërkombëtar dhe sulmi që i ka bërë ambasadës, mos ta harrojmë, iraniane në Siri. Dhe sulmi i Amerikës është në kundërshtim faktikisht me ligjin ndërkombëtar, dashur si të merret një veprim në Këshillin e Sigurimit, diçka si Amerika ka ditë se nuk do të gjejnë këtë konsensus, sepse mendoj se Kina dhe Rusia nuk do ta kishin mbështetur. Arsye pse Trump e ka bërë këtë, na nuk e dim normalisht, por tash si ka ndodhur kjo, janë disa gjëra si ka ndodhur përpara, si do të na kishin dhënë me kuptuar se kjo do të ndodhin. Për shembull, vizita e Trumpit në vendet si Saudi Arabia, Qatar, vendet për rreth Iranit, në këmbështimin tim ka kanë një vizitë si ka kërkuar atyre vendeve, ka
ka vu baza për me ditë se ato hinë në luftë apo do të kene një farë konsensit në qoftë se kjo do të ndodhit. Sepse ne e dim se e vërtet si ka hi negociatat, por negociatat mund shkojnë në mënyrë pasore ose jo. Pra e kanë që që kanë filluar negociatat, dhe më thanë se e ka instruar Iranin dhe e ka vu në krye të po të politikës të jashtme. Nga ana tjetër, një fakt tjetër i rëndësishëm, Amerika ka vënë një blokad në 14 or 15 venet, sidomos vene me popullsi muslimane. Edhe kjo për mendimin tim është bërë në fakt se është paramenduar si diçka e tillë mund të ndodhin dhe celulat terroristike se mund të hinë në Amerikë të parapriten, po them në lidhje me këtë. Pra disa hapa tash si po i shohim në aksion, po më bën me menduar se kjo ka diçka si, okay, do të bëjmë një negociat, o në këtë negociat unë do marrë gjitha ato gjëra si duar, nëse nuk i marrë gjitha ato gjëra si duar, unë do të sulmoj. Ajo si është e frikshme, generali Clark në 2010 ka dhënë një deklaratë. Generali Clark ka qenë ashtu edhe në generali më i madh në Irak, kur u bë sulmi i Irakut, edhe ka një general si ka punuar në Kosovë. Në një farë momenti ka thënë unë kam parë një hartë ku për 10 vite Amerika do të sulmojnë 7 vende në mesjet. Edhe vendi vetëm si mungotin nga jo hartë, si ka thënë generali Clark para tash 15 vitesh, ishte Irani. Pra në një farë pikpamjet, nuk është e çuditshme se Amerika arriti të bëjnë këtë sulm, është e çuditshme si Donald Trump, një president si ka folë në mënyrë të vazhdueshme kundër këtyre lufta, e bani këtë sulm. E qartë, në një kohë avokat kur Izraeli është duke u mbështetur fuqimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani është duke kërkuar ndihmën e Rusisë, madje pritet që të ketë një takim të ministrit të mbrojtjes iraniane me presidentin Putin në mos gaboj. A i trembemi një përshkallëzimi të këtij konflikti, madje qoftë edhe përtej rajonit, edhe përtej kontinentit, mbase do të jenë dy superfuqitë të cilat do të luftojnë në mënyrat e tyre për të mbrojtur qoftë Rusia Iranin apo qoftë SBA Izraelin? Është pyetje me vend për jetë vërtetës, sepse mbas kësaj luftes do të dim a do jetë Izraeli si e kontrollon rajonin, sepse Izraeli është i vetmi vend me fuqi bërthamore në atë rajon, a do jetë Irani, sepse Irani ka një faktor shumë i rëndësishëm në rajon. Nga ana tjetër, mos ta harrojmë edhe këtë dualizmin midis brenda, po them kështu, filozofisë islamike nga Arabia Saudite me Iranin. Arabia Saudite nuk është një vend jo i rëndësishëm në atë rajon. Pra, Arabia Saudite ka pas mundësi me dalë në mbrojtje Iranit, por nuk i ka dalë në mbrojtje Iranit. Proxy war si është bën në Ukrainë, tash po thojmë në një farë mënyrë a bën edhe në Siri, sepse Rusia kishte edhe bazat e veta në Siri, edhe u dëbuan. Tash kjo proxy war po bëhet në Iran, sepse ishte proxy më i rëndësishëm rus, po thojmë në atë rajon. Por Rusia sot për sot nuk e shoh si e ka fuqinë ekonomike ushtarake për t'i dalë në mbrojtje Iranit. Pra unë mendoj se Irani do të jetë në luftë i vetmuar dhe nuk shoh në një player, në një shtet se do t'i dalin në mbrojtje në atë mënyrë si nevojitet për Iranin të qëndrojnë superfuqisë më të madhe, po thojmë kështu, ushtarake në botë, sepse nëse Irani do t'ju kundërpërzihet nga Amerikës, unë mendoj se do jetë fatale për Iranin, sepse Amerika do të ketë justifikim për të hyrë në Iran edhe për të arzuar qeverinë e Khameneit, qeverinë e revolucionit islamik të vitit 60. E qartë. Avokat, të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News, të falenderoj shumë për këtë analizë, për këtë opinion dhe për këtë këndvështrim të ndin se rekon situatës. Ne të shpresojmë që mos të kemi përshkallëzim të situatës dhe dëmet të tjera, qoftë në infrastrukturë, qoftë në vendet të ndryshme, apo qoftë aq më tepër edhe në njerëz. Si gjithmonë është kënaqësi, ndërkohë do të ndjekim me vëmendje shumë të madhe të gjitha zhvillimet dhe do të mbetemi sërish në komunikime të tjera së bashku. Faleminderit për ftesën zoti Rakip, edhe ju përshëndes. Shkëputemi në publicitet.